Parajsa në tokë ka një emër dhe quhet Parajsa e Sharit. Ne jemi para restorantit më të famshëm këtu në Sharë dhe në malësinet e Tovës, bashkë me aktoren Linda Shabani. Kemi ardhur këtu, do ham një darkë dhe darka është sponsorizuar për gjitha gratë e projektit e jotja të më shpallësh luft. E imja është të fitoj. Po. Ne mezi e gjetëm në fakt provuam një dhe kjo është e dyta dhe me njerë na thamë po. Ky na tha me të parën po, ndërsa tjerët na refuzuan. Tjerët një nga refuzuan. Linda, ti si artiste, se unë bëra një reagim në Facebook dhe thash që bizneset nuk përkrajnë shumë kulturën dhe ishte jo vetëm për projektin, sepse kjo ishte një projekt i vogël, po ju besoj që keni më shumë krizë si artisti. Gjithmonë duke kërkuar ndihmë, ta marrin si lëmosh, përkundrazi duhet na suportojnë sepse bëjnë edhe mirë për veten e vete, por edhe nuk është diçka se do sponsorosh një darkë, thjesht bën një nder. Ose një shfaqje në rastin tënd konkret si aktori. Në shfaqja që vjen parasysh. Një biznes nuk ta financon një shfaqje. Mund të t'japet diçka, por një shfaqje jo. Nejse, ne tani do futemi me gjitha gratë bashkë, me që me Linda ne kishim këtë për kujdesin e darkës sonte, falenderojmë Parajsën e Sharit edhe ju ftojmë që të darkoni këtu, sepse ne vim shumë shpesh nga që ka gjëra shumë të shishme. Dhe është vend shumë i bukur dhe ja vlen ta vizitoni.